Pas më shumë se 2 dekadash qeverisje në lidhjen demokratike të Kosovës, Komuna e Fushë Kosovës ka përjetuar një ndryshim të madh politik. Në balotazhin e zgjedhjeve lokale, kandidati i lëvizjes vetvendosi Valon Prebreza ka fituar përballë kandidatit të LDK-s Besnik Osmani, duke shënuar një përmbysje të paprecedent në historinë elektorale të kësaj komune. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në të gjitha 59 vendvotimet, Prebreza ka fituar 54.99% të votave, përkatësisht 10.583 vota, ndërsa Osmani LDK-s ka marrë 45.01% ose 8.664 vota. Fitoria e Prebrezës shënon herën e parë që LDK humb drejtimin e Fushë Kosovës, komunë që historikisht është konsideruar si një prej bastioneve të saj më të sigurta. Në zgjedhjet e kaluara, kjo komunë është qeverisur nga LDK-ja me kryetarin që kanë ruajtur vazhdimsinë e partisë që nga periudha pas luftës. Rezultati tanishëm tregon një ndryshim të dukshëm në prirjet elektorale, ku votuesit kanë shprehur gatishmërinë për rotacion pushteti dhe për një model të ri qeverisjeje lokale. Kandidati fitues, Valon Prebreza, pas shpalljes së rezultateve, u ka falendëruar qytetarëve të Fushë Kosovës për besimin, duke premtuar një qeverisje me integritet, punë konkrete dhe transparencë për të gjithë. Nga ana tjetër, për LDK-n, humbja në këtë komunë përbën një goditje simbolike në një prej zonave ku për vite të tëra partia ka pasur strukturë të fortë dhe besim të qëndrueshëm elektoral. Analistët politike konsiderojnë këtë rezultat si një nga fitoret më të rëndësishme të vetvendosjes në këto zgjedhje, krahas asaj në Mitrovic, pasi tregon zgjerimin e saj gradual në qendër, që më parë nuk ishin pjesë e ndikimit të saj politik. Ky ndryshim në Fushë Kosovë vjen në një kontekst të gjerë për përmbysje lokale, ku disa komuna kanë kaluar nga një parti në tjetrën duke krijuar një hartë më të fragmentuar dhe më konkurruese politike në nivel vendi.